Të dashur miq, ora 24.tv të almakos.com, po takohemi përsëri sot për të diskutuar mbi shëndetin mendor. Temë kjo që prek individët të gjithë shoqërisë tonë, mirë po për të cilën shumë pak flitet. Kam të ftuar sot Miradije Salihun, specializante të psikotraumatologjisë për të vazhduar më pas edhe për psikoterapi. Mirë se erdhe Miradije. Mirë se gjeta, Lisa. Më trego pak pse shëndeti mendor vazhdon të jetë ende tabu temë në shoqërinë tonë. Lisa, unë mendoj se shëndeti mental është ende tabu tek ne dhe tabu që ne i posedojmë si shoqëri vijnë nga mos informata e duhur për një temë të caktuar ose mbas edhe ignoranca në një farë mënyre. Kohëve të fundit, ky termi shëndetit mendor tek neve ka filluar të zhvillohet në një masë më të madhe, po vetëm këto vite të fundit, krahas në shtetet evropiane, edhe shpesh e shohim si një trend të cilën e kanë sjellur të rinjët më shumë. Për këtë grup moshën tjetër që ka ngelur, kjo ka ngelur ende tabu. Edhe unë shumë shpesh has me atë ku një pjesë e adoleshentëve vinë me një bagazh të madh të diagnozave që i kanë përcaktuar vetes duke lexuar në internet apo nga videot në TikTok, edhe kjo grup mosha tjetër pastaj që vinë me atë ide se unë nuk jam budalla të shkoj në psikolog, ose fëmija që i sjellin për trajtim shpesh më thonë, mami dhe babi më kanë thonë mos më tregu që unë vi këtu se do të hallen me mua, është turp me atë. Edhe kjo më bën me kuptu se është i keq interpretuar ndashta roli i psikologut edhe i shëndetit mental me rolin e psikiatrit edhe sëmundjet dhe çrregullimet mentale. Pavarësisht se ka zhvillim prej gjeneratave të kaluara, sa kërkohet ndihmë nga individët që ballafaqohen me probleme të shëndetit mendor tash? Kemi ndryshim në këtë aspekt, por mendoj që jemi ende mbrapa me vetëdijsimin sa i përket shteteve evropiane. Unë kam disa vite që jam në këtë sektor edhe po shoh ndryshime që nga fillimet e mia të para, po këtë më shumë fatkeqësisht ose fatmirësisht e shohim tek të rinjët të cilët po marrin masa për të ndryshuar diçka dhe sikur bara edhe përgjegjësia ju ka ngelur atyve më shumë. Cilat janë sfidat më të mëdha që zakonisht haste gjatë punës me individ që kanë këto probleme? Një mentor imi nga Italia, përderisa ligjeronte tek terapistët italianë, do thoshte ju ende s'keni punuar me traumat, ku të punoni me klientët e Ballkanit do të shihni se çfarë është të punosh tamam me traumat. Edhe kjo është një sfidë në vete, sepse ne jemi shumë, si shoqëri jemi shumë të traumatizuar në mënyra shumë të ndryshme dhe vojmë mbase nga trauma komplekse dhe çrregullime të stresit post-traumatik, por ja që nuk jemi të vetëdijshëm se sa vuajmë, edhe sa të traumatizuar jemi, edhe kjo na pengon për neve si psikolog është shumë një sfidë e madhe për së pari t'i vetëdijsojmë për atë se çfarë janë duke përjetuar, për traumat të cilat i kalojnë, pastaj t'i shembim ato mure që i kanë krijuar për ta mbrojtur veten në një farë mënyre, e pastaj të kalojmë tek pjesa e elaborimit të dhimbjes dhe shërimit të saj. Një sfidë tjetër këtu është edhe se pritshmëritë janë shumë të larta nga populli ose nga klientët në këtë rast, sepse ata pretendojnë që ne si psikolog, si psikoterapist, të kemi një shkop magjik që do t'ja heqim atë dhimbjen shumë shpejt, me një herë, me një seancë, me 2-3 fjalë, ta shërojmë edhe ta zgjedhim një problem. Është e vështirë dhe është problem që është përballur shoqëria jonë me gjenerata me radhë, se vetë në subkonsciencën tonë kemi të ndjellur atë mentalitet. Si mund të paracaktojnë shenjat e para të një problemi të shëndetit mendor, edhe çfarë masash realisht duhet të ndërmarrë për t'i parandaluar ose ndoshta për ta trajtuar këtë si problem? Disa faktorë që mund t'i shohim tek një person i cili ka probleme shëndetit mental, mbase janë ato bazike të pari, kur kemi një ndryshim të humorit edhe të sjelljes, kur individi fillon të përjeton një agresivitet më të theksuar, nervoz, një irritim apo stres apo ankth. Pastaj është pjesa e gjumit, ku personat kanë çrregullim të gjumit drastik të përnjëhershëm, insomnia apo pagjumësi, ose mbidos të gjumit, si dhe çrregullimi të ushqyerit, ku kemi me ushqim të tepërt, apo siç themi binge eating dhe mungesë të oreksit. Një tjetër faktor është kur individi izolohet edhe tërhiqet nga familjarët, nga miqtë dhe nuk ka dëshirë të bën aktivitetet të cilat ai ka pëlqyer t'i bën më herët. Gjithashtu edhe kur personi has në dhimbje fizike që nuk kanë diçka të dukshme, për shembull dhimbja e kokës, dhimbja e barkut, probleme me frymarrjen, të cilat mund të vinë nga një stres akut ose kanë të bëjnë me një çrregullim psikosomatik më të thellë.
çfarë mund të bëjmë këtu? Së pari unë do kisha thënë që është e rëndësishme që të marrim atë kontaktin e parë me veten, ta dëgjojmë veten tonë, ta dëgjojmë trupin tonë, se për çfarë kemi nevojë në atë moment, se çfarë është duke ndodhur me ne, ta marrim atë kontaktin, të cilën mendoj që mungon shumë tek neve ky kontakti. Pastaj këtu mund të na ndihmojë shumë një ditar emocional që mund të shkruajmë, që do na ndihmojë të kuptojmë atë se çfarë jemi duke kuptuar dhe duke kaluar edhe çfarë po na çon neve drejt te kjo gjendja. Pastaj të krijojmë një rutinë të shëndetshme ku këtu do përfshihen edhe një xhum i mjaftueshëm, një ushqyerje e shëndetshme, aktivitetet fizike që na pëlqejnë, duke integruar edhe teknikat të relaksimit, të meditimit, teknikat të frymëmarrjes. Pastaj është normal kërkim ndihme nga miqtë dhe familjarët, ku individi do të jetë i gatshëm ta shprehë veten aty ku ndjehet i sigurt, dhe në fund nëse nuk funksionon asnjëra nga këto dhe nuk kemi përmirësim në mirëqenien tonë, atëherë të kërkohet ndihma profesionale nga profesionist adekuat. Më rëndësi është shumë identifikimi i problemit fillimisht për të vazhduar më pas edhe për trajtim. Sa ndikon perceptimi i vetvetes në shëndetin mendor edhe në një shoqëri si kjo jona që vazhdimisht rrjetet sociale kanë paraqaktuar një imazh edhe disa standarde që duhet patjetër të arrihen, çfarë mund të bëjmë për të zhvilluar një imazh sa më të shëndetshëm të vetvetes tonë? Është një thënie që më pëlqen shumë, që thotë kur gjërat ndryshojnë brenda nesh, gjërat ndryshojnë edhe përreth nesh. Dhe kjo na bën të kuptojmë se realisht gjithçka fillon nga brendësia jonë. Mënyra se si ne e perceptojmë veten na tregon shumë për atë se si ne e perceptojmë botën edhe të tjerët jashtë neve. Pra nuk duhet të harrojmë se gjitha fillon tek neve. Edhe duhet të jemi mbase më të butë pak me veten, edhe të jemi më të dhëmshur ndaj vetes, që është një koncept që mungon shumë tek populli jonë, po edhe të kur ndodh një situatë, kur ndodh një problem, pak është ajo mënyra ku duhet të ndalemi dhe të shohim atë problemin, ta kuptojmë në atë perspektivë që është duke ndodhur një problem, po problemi ndodh nga një shkak pasojë e situatës momentale që është të krijuar dhe nuk jemi në vetë problemi. Se kur ne e identifikojmë veten si problemi kryesor, atëherë kjo na dëmton shumë atë imazhin që e kemi ndaj vetes. Edhe ajo është ndoshta çësia e parë që e bëjmë kur më së pari e fajsojmë veten, pastaj jemi shumë të prirë ta fajsojmë dhe të turprohemi nga vetja. Vërtet. Para se të vazhdojmë në disa tema tjera, mund të ma bësh dot një dallim midis psikologjisë dhe psikoterapisë? Nëse duhet shkurt kështu ta përmbledh, psikologjia ka të bëjë më shumë me teorinë, me shkencën edhe me filozofinë, ndërsa psikoterapia është më shumë pjesa praktike e psikologjisë dhe ka të bëjë me terapit konkrete dhe punët individuale me klientët ose ato grupore. Unë di se ti ke punuar vazhdimisht edhe me grup mosha më të reja. Në çfarë mënyre mund të punoj me fëmijët edhe do të kisha thënë adoleshentët, për shkak se ajo është periudhë më e rrezikshme e një individi, për të mësuar ata vetë që të menaxhojnë emocionet edhe problemet e tyre? Kemi shumë mënyra se si mund të punoj me një person, edhe mendoj që secili terapist e ka atë modelin e vet që e ka përvetësuar në punën e saj, dhe që të jemi një terapist i mirë e kemi shumë të nevojshme që të kemi një kuti veglash me vetja, apo një sërqasje që të përdorim varësisht nga klienti, sepse secili është unik edhe një qasje caktuar nuk funksionon te një personi caktuar. Duhet të dimë se ku dhe çfarë të përdorim, ta lexojmë atë gjuhën e klientit edhe nevojat e klientit. Unë në punën praktike timën, së pari jap shumë rëndësi marrëdhënies së parë me klientin, nga që vi edhe nga terapia gestaltiste, e cila fokusin e ka në këtu dhe tani, dhe për mua shumë e rëndësishme se si ndjehet klienti kur është aty me mua, dhe çfarë sjell me vete përderisa është aty me mua. E pastaj duke kaluar te kjo pjesa ku klienti të fitojë atë besimin dhe mos të ndjeti paragjykuar dhe të hap veten dhe të shprehë ato problematikat e veta, edhe gjithë ato të cilat i ka sjellur nga backgroundi i tij. Në punën time unë pastaj mund të vazhdojmë dhe të punojmë me pjesë ushtrime vizualizuese, eksperimente, te fëmijët mund të punojmë me terapinë e lojës edhe me vizatimet, tek adoleshentët funksionon shumë mirë brief solution therapy apo terapia fokusuar në zgjidhje, ku ato i çojmë më shumë tek e ardhmja që
që ta pasqyrojnë një vetvete më të ndritur edhe më të suksesshme për të zgjedhur ndoshta ato probleme që i kanë. Dhe pastaj kur hasim në ndonjë problematikë, ndonjë traumë aktuale, atëherë mund të bëjnë ndërhyrjen me neuroterapin EMI apo EMDR, e cila elaboron direkt traumën e cila është bllokuar në sinjalet e trurit. Kërkohet mjaft punë për të gjetur problemin e më pas për ta trajtuar atë. Unë gjithmonë e them, nuk e di a kanë ndonjë intervistë që nuk e kam përmend që baza e një individi është familja dhe krejt problemet duket se fillojnë vetë aty. Si mund të ndërtohet një komunikim më i hapur edhe më i mirë me së rinjve dhe familjeve të tyre, për shkak se është shumë e rëndësishëm komunikimi i ndërsjell. Ne folëm parës edhe për pjesën e komunikimit edhe mendoj që neve si shoqëri është shumë e rëndësishme të mësojmë të dëgjojmë së pari. Të dëgjojmë se çfarë thot në të vërtetë pala tjetër, pa pritur ta japim përgjigje menjëherë ose pa pritur ta gjejmë një përgjigje të saktë se çfarë duhet i themi. Dëgjova një podcast thoshte një komunikim i shëndetshëm nuk duhet të shihet si një lojë tenisi, ku do t'i gjuajmë fjalët andej sa këndej. Mas pari duhet t'i marrim pak ato syzet e personit tjetër dhe ta shohim botën nga sytë ati, ta shohim se nga vjen ajo që po e thot edhe çfarë nënkupton realisht për atë person. Se nuk ka të bëje, çdo herë nuk ka të bëje me neve ajo që e thot personi, ka të bëje me atë edhe me perspektiven edhe atë se nga vjen ai person. Në një shoqëri si e jona ku problemet me shëndetin mendor vazhdojnë që të jenë shumë të stigmatizuara, si mund të inkurajojmë shoqërinë dhe komunitetin tonë që ta thyejnë këtë barierë dhe të fillojnë që të marrin seriozisht problemin e shëndetit mendor dhe ta flasin hapur me profesionistë të fushës? Mendoj se nëse duam ta themi një stigëm, kemi nevojë të bashkojmë ato forcat e tona, ku këtu ndërhyjnë edhe ne si psikologë, edukatorët, mediat, institucionet edhe komunitetin në përgjithësi edhe të krijojmë mbase një hapësirë ku personi nuk do të ndjehet i gjykuar edhe të promovojmë një kulturë ku personi mund të lirshëm mund ta shprehë atë ndihmën dhe problemin psikologjik që është duke përjetuar. Si e shihni të ardhmen e psikoterapisë dhe psikologjisë në përgjithësi në shoqërinë moderne? Kam shpresa, ose dua të kem. Po, shumë e rëndësi që të miren seriozisht këto fushat të jetës. Si mund të parandalohen rastet e vetvrasjeve në një komunitet, për shkak se dëgjoj vazhdimisht se jo vetëm në vendin tonë, por përgjithësi në Ballkan edhe jo vetëm, këto janë raste shumë të shpeshta që janë përfundime tragjike të jetës e një individi dhe është shumë e frikshme kur sheh të rinj që marrin kësi lloj vendimesh. Disa kjo është një temë shumë e ndjeshme dhe delikate momentalisht për neve, nga rastet që ndodhen jo larg kohë. Edhe këtu, siç e theka më herët, kemi nevojë të bashkojmë ato forcat e tona për ta ndryshuar një komunitet dhe është sikur një trekëndësh që duhet të funksionojë në mënyrë të koordinuar mes institucioneve, shoqërisë dhe individit, ku individi do t'i jepet mundësia që ai të shprehet lirshëm për problemet që është duke i kaluar. Dhe mbase do i kisha lutur dhe shikuesve që na përcjellin t'u japim shumë rëndësi problematikave dhe të jemi më të ndjeshëm ndaj përvojave të tjerëve, se asnjëherë nuk e dim se çfarë është duke kaluar personi përballë, në çfarë ujëra është duke notuar. Dhe diçka për neve mund të duket shumë e thjeshtë, mund të duket shumë e pakuptim, por ja që për personin tjetër kjo zë një vend shumë të rëndësishëm në jetën e tij, edhe këtu një fjalë, një veprim, një shikim mbase mund të na çojë shumë, mund të ketë efekte shumë ndash pozitive, ndash negative. Sa merren institucionet me këtë çështje, sidomos institucionet arsimore, se unë di se në shkolla është e patjetërsueshme dhe është ligjore që të ketë individ profesionist, psikolog, psikiatër, qoftë ajo, për të ndikuar në të rinjt, për të biseduar me to. Po sa realisht merren seriozisht edhe sa punohet me të rinjt? Nuk mund të them se nuk punohet edhe ka në për institucionet arsimore gjithmonë. Po, ka aktivitet këtu, po mendoj që ka hapësirë edhe për më shumë që mund të bëhet. Nga që kur është shumë e rëndësishme të parandalohet një akt këtu ose një problematike, jo pasi të ndodh problematika që atëherë t'i kapim ato forcat dhe të bëjmë një bujë të madhe që të çojmë gjithë në këmbë dhe ta bëjmë këtë, ta bëjmë atë, nga që atëherë bëhet vërtet shumë e mbi ngarkuar edhe
individët nuk janë, nxënësit në këtë rast, studentët nuk janë aq të prirë ta kapin atë esencën e asaj, se veç se janë të traumatizuar nga rasti që ka ndodhur. Po, dhe te neve është shumë e shpesht si rast që pasi që të përfundojnë një jeta e dikuj, atër fillohet të diskutohet për atë dhe pra përfundon e ishte derisa të ndodhë tjetra e nuk identifikohet realisht probleme. Dua të kthehem prap te familja. Sa familja ndikon në krijimin e pasojave, traumave tek pasardhësit e tyre, sepse ndoshta janë probleme që vinë gjenerat pas gjenerate, po që nuk është se punohet për t'i ndaluar. Shumë. Familja është baza, unë them çdo herë. Edhe ne shpesh mund ta shohim kur në këtë rast kur një prind e sjell fëmijën për një X problematik, tek neve shumë lehtë mund ta identifikojmë se e njëjta problematik është edhe tek prindi, po prindi nuk merr asgjë mas për ta ndryshuar veten dhe direkt është ajo më ndrysho ti fëmijën, ma rregullo ti fëmijën tim. Edhe këtu shpesh për shembull tek një fëmijë i cili është rritur me një familje të shëndetshme, mbase në moshën e adoleshencës mund të devijojë dhe mund të çalojë nga ajo rruga derisa të krijon atë identitetin e vet, derisa të gjejnë veten, po unë mendoj se prap ai çdo herë kthehet në atë piknisjen e vet. Ndërsa tek familje destruktive, ku kemi patriarkale, ku dhuna, dashuria shprehet nëpërmjet dhunës, ku nuk kemi lidhshmëri mes vete, ku nuk kemi kuptim, ku nuk kemi sinkronizim dhe ndjeshmëri mes vete, atëherë kemi shumë pasoja të rënda psikologjike, të cilat është një cikël shumë i vështirë për t'u thyer, e cilën është një rol model të cilën fatkeqësisht bartet brez pas brezi, gjenerat pas gjenerate. Dhe kur punoj me kësi rastesh, me kësi trauma, të cilat e ka një cikël shumë të madh mbrapa, atëherë kërkon shumë kohë më të gjatë për t'u elaboruar edhe për t'u arritur në atë vetëdijsimin edhe ndryshimin mbase. Dallim prej asaj që është shkaktuar në një situatë momentale. Kështu që ne çdo herë fillojmë nga e tashmja, nga problemi që është tani, po kthehemi çdo herë në të kaluarën apo në fëmijëri, tek ajo burimi ku është filluar, po, edhe implementojmë ato pastaj në të ardhmen. Si mund të trajtohen këto trauma që shkaktohen prej familjeve në pasardhësit e tyre? Jo vetëm tek ata që shkojnë për terapi profesionale, po edhe ndoshta në shtëpi, në kushte shtëpiake. Rrjetet sociale sa kanë ndikim pozitiv, negativ, aq kanë edhe ndikim pozitiv në këtë rast, nga që tani më shumë se çdo herë jemi të informuar rreth asaj se çfarë po ndodh, dhe është e vërtetë dhe shumë e vështirë kur ne rritemi me një model të caktuar të familjes edhe e marrim atë si model dhe pastaj e përçojmë ato edhe në modelet tona, në familjet tona të ardhshme, por mendoj që tani është shumë e rëndësishme që personi të vetëdijsohet ose të sheh se ka diçka që nuk është duke shkuar këtu, se dikun tjetër ka një model tjetër që është duke funksionuar. Dhe jo me domos që ai duhet të jetë i drejti, po kur të shohim diçka që është duke na penguar, diçka që është duke na i prishur atë mirëqenien tonë, mbase duhet të ndalemi pak edhe të shohim se prit të shohim se çfarë po ndodh këtu, prit të shohim se çfarë mund të bëjmë ne këtu ndryshe, dhe të vetëdijsohemi për këtë pjesën se çfarë është duke ndodhur. Kur ndodh vetëdijsimi, atëherë pas vetëdijsimit diçka është më e lehtë, nga që e kuptojmë që diçka nuk është në rregull aty, se diçka duhet të ndryshohet. Cilat janë disa prej fenomeneve më të përsëritshme në shoqërinë tonë, fenomene psikologjike që kanë ndikim masiv tek ne? Do kisha filluar me stresin, që e shohim që përmendet çdo herë tek çdo profesion mbase. Pastaj kemi të bëjmë me anktin, me depresionin, me izolimin, me vetminë, me traumat, abuzimet, çrregullimet e stresit posttraumatik, ndikimin e rrjeteve sociale, mediave në këtë rast, po edhe me adaptimin edhe të ndryshimit të shpejtë që është duke ndodhur ndër gjenerata. Sa jemi të vetëdijshëm ne si komunitet? Se kjo është të përditshmja jonë, por nuk është se jemi shumë të vetëdijshëm për ndikimin që ajo ka drejt për së drejti në psikologjinë tonë. Mendoj që shumë pak është ky vetëdijsimi, edhe tek ata që është ai vetëdijsimi nuk mirën masa për të ndryshuar diçka. Çfarë roli luan kultura dhe traditat në të cilat rritet një individ në formësimin e karakterit edhe mënyrës së perceptimit të gjërave? Ne si terapistë çdo herë u themi klientëve që është shumë e rëndësishme të marrin terapi, të marrin mbështetje psikologjike nga një terapist i një komuniteti të njëjtë, nga që mos të ketë ndeshje të kulturave dhe të besimeve të ndryshme fetare. Kisha një rast ku
punova me një klient nga shtetet arabiane dhe e kisha mundësinë ta vërtetoja saktësinë e kësaj që ne e themi vazhdimisht, po edhe pa shkuar mbase shumë larg, ne këtu si vend jemi vend që jetojmë me dy komunitete të ndryshme, besime fetare të ndryshme dhe nuk them që është e pamundur, po shumë e vështirë kur ne punojmë në ashtu fusha fenomenologjike të ndryshme, se secili person e sjell atë veten në terapi në këtë rast dhe ne duhet ta respektojmë atë dhe duhet të qasim në atë mënyrë dhe duhet të jemi shumë delikat se si e pranojmë klientin. Nga që për shembull tek disa kultura sjellja agresive, dhuna e inicon ose e dhunuesi mbështetet për sjelljen dhunuese që e bën, ndërsa të disa vende të tjera ndoshta edhe një fjalë e vogël diskriminuese mund të ketë pasoja shumë të rënda. Ose në rastet të kulturave patriarkale, mund të them, ku të drejtat e grave janë shumë të shtypura, tek disa vende të tjera feminizmi dhe barazia gjinore mbase është një buje e madhe të cila vazhdimisht përmendet. Si mund të sensibilizohet shoqëria jonë mbi rëndësinë dhe kujdesin e shëndetit mendor për t'i parandaluar ndoshta këto raste patkeqe? Mendoj që duhet të fillojmë nga vetja çdo herë. Ne së pari të jemi të ndjeshëm ndaj personit tjetër, ndaj përvojave që ai është duke kaluar dhe pastaj këtë ta përçojmë tek tjerë. Se nëse secili nisemi nga vetja jonë, atëherë do jetë një komunitet më i shëndetshëm, do kemi një hapësirë më të shëndetshëm që personi të ndjehet i lirë për ta shprehur veten edhe për të punuar mbase mbi veten dhe problematikën në të cilën është duke hasur. Radia, unë të falenderoj shumë për këtë bisedë dhe që ndave kohën që të ishe sot me ne. Faleminderit shumë ty, ishte kënaqësi. Faleminderit. Mirë se dashur, edhe kësaj interviste erdhi fundi për të takuar përsëri javën e ardhshme. Faleminderit shumë.